kur kam pa para disa vitesh, kur kam pa mjetet për që ka stacioni i Rrëshenjit, po pak a shumë Mirditës, po pak a shumë ka qenë edhe në vende të tjera, dhe kam thënë si ka mundësi, me këto mjete nuk mund shkush asgjë, do ishin disa rangalle, disa kështu. A ka ndryshu flota, ka ndryshu teknologjia, është përmirësua, pas është përmirësua? Shiko, edhe zëvendësimi, kjo është si historia e brezave. Pra, edhe zëvendësimi i një ekipi nuk bëhet për një ditë. Pra, është perceptimi im, edhe zëvendësimi i flotës automjete mendoj që gradualisht po shkon, të paktën me bashkinë tonë, bashkinë e Lezhës, është organizuar mjaft mirë, do me thonë se 2 vitet e fundit kanë ardhur 2 zjarr fikse të reja. Keni 2 të reja? 2 të reja. Po. Është një që është me kapacitet të vogël, do me thonë dikun ke 1,5 tonë, dhe ajo është kryesisht për zonën e qytetit, këtu, dhe kemi marrë edhe një zjarr fikse tjetër, do me thonë MAN, një ndër kamionat, do me thonë marka kamiona më të mirë, që është sot në qarkullim, dhe atë e përdorim për largësi dhe për shpejtësi.